U mundova ta deshifroj këtë komentin unë, po aha, si a dola dot. E dashur Lili, her tjetër, ndaje mendjen, o shkruaje shqip, o shkruaje anglisht komentin. Se shqipja me anglishten janë dy gjuhë krejt të ndryshme dhe secila qëndron në degën e vet. Po një gjë e mora vesh nga ky komenti jot, që ty mollët të pëlqejnë si frut, edhe ne na pëlqejnë shumë si frut, por kemi dëshirë që t'i gatuajmë edhe në receta të ndryshme. Si për shembull, komposto, marmallat, të thara për çaj, pse jo edhe pekmez. Shqyr zotit moll kemi plot dhe meqense kemi, pse jo t'i ruajmë në formën e pekmezit. Se që thua ti, ty të pëlqen molla si frut, mua më pëlqen pekmezi. Jo vetëm që e përdor për një kohë të gjatë, por e përdor edhe në receta të ndryshme. Tani jo të gjithë kemi të njëjtën shije, por kjo nuk do me thënë që të gjykojmë njëri tjetrin se çfarë bën në shtëpinë e vet. Unë këtu ndaj receta e dashur dhe besoj se çdo recet ka vlerën e saj, pavarësisht shijeve dhe preferencave të tua. Të përshëndes.